Fakulteti i Shkencave të Edukimit Departamenti i Arteve në Universitetin Luiç Gurakuqi organizoi ekspozitën e dizajnit të modës me temë kreativitet në përditshmëri. Një ekspozitë që sjell në vëmendje krijimtarinë bashkëkohore në fushën e tekstilit modern dhe artistik. Punimet e studentëve përmes koncepteve inovative dhe qasive kreative reflektuan mbi mënyrën se si moda mund të integrohet në jetën e përditshme, duke ndërthurur estetikën me funksionalitetin. Materialet e përdorura, teknikat e realizimit dhe fryma eksperimentuese dëshmojnë për një qasje të re të dizajnit, ku tekstili shndërrohet në formë arti. Kjo ekspozit ka një risi, pasi dhe tema që i kina vënë ekspozit është kreativitet në përditshmëri, duke ju përshtatur edhe rrethanave me të cilat na punojmë. Çdo vit kena punu nëpërmjet atyne që na janë ofruar, por si vjet ka kenë shpreja më e qartë e studentave për atë çfarë përcjellin. Dhe kjo shprehet shumë mirë nëpërmjet vepra mund t'i quaj këto, nuk janë thjesht fashion, janë punime të paaksesueshme, sidomos këta që janë në manikina. Është përditshmëria pra, ajo që je çdo moment dhe sjell kreativitetin. Ekspozita të tilla të kthyer në traditë synojnë të inkurajojnë talentet e reja dhe të promovojnë dizajnin e modës si një fushë me potencial në zhvillimin artistik dhe profesional. Unë kam dashur të tregoj se kreativiteti mund të lindë pra nga mënyra se si shohim gjërat. Pra çdo gjë në përditshmëri mund të kthehet në art. Kjo është realizuar me bustina çajit, ndërsa kjo tjetra është realizuar me pipa. Kjo është realizuar me copa shallit, xixa, tantella, kupla që janë të thame dhe temina. Student, pedagog dhe dashamirës të artit u bën pjesë e kësaj ekspozite të çelur në hollin e rektoratit të Universitetit Luiç Gurakuqi.